bëjmë në aspekt, unë frikë prej mire, pse do të kem frikë nga miro? Pse e shikon, Atë do ta dëgjosh momente shpjegimin shumë tim. të mira me gimbon me Dëgjoj, një kanë shumë të pikpyetjet e mirë. koka jote që ti shpjegimin po nuk e dëgjove, s'ke për të dhënë kur përgjigje nëse t'intereson. Tash po dëgjoj. Shikimet me mirë të këtij lloji, po unë kam qef me ditë ndoshta edhe të tjerët që po na shikojnë. po, patjetër. Me sqaru. Shikimet të këtij lloji që thua ti që është tjetër shikim, këto kanë qenë vetëm për sa i përket lojës së tipit shiko Arditën, shiko Mateon ose shiko Gimbon. Nuk kanë qenë në një ditë normale duke pi kafe dhe duke bërë kështu shikimesh. Kjo s'është fare e vërtet, një. E dyta, në një nga sqarimet me Mirin i kam thënë, Miri, unë e kam shumë të rëndësishme, edhe sikur unë të dua të ndërtoj një raport, sikur dua unë tani të krijoj një marrëdhënie me Gimbon, unë si Selin në këtë pikë nuk e bëj. Sepse unë bikurris kam një marrëdhënie tjetër të huazuar dhe të ndikuar nga të tjerët, që thonë të gjithë që Miri ty të pëlqen, Miri ty të pëlqen. Dhe unë jam vënë shumë para përgjegjësisë. E keni ndërtu të dy atë fix, që i keni dhënë të dy ju shkaqet, nuk e shkëtu. Jo, vallai unë provokime. Se si ti rri me Gimbon, nuk po them që keni me Mirin, po ti e ke pranuar Mirin që ta afrohet. Aq shumë. Jo, ja futet koma të. Kur më pas ka për Miri ose ku di unë ku. Ata mbaroj. Po. Nuk thash sillesh siç me Gimbon. Dëgjoj tani. Por, të gjithë keq kuptime që kanë ardhur, që nga historia e krevatit, që nga prime i parë, i dyti, i tretë, ti duke ditë çfarë shkaqesh i jepje publikut edhe shtëpisë për të hipotetizuar këtë marrëdhënien tuaj ose këtë pëlqimin që mund të kishe ti ose Miri, ju e keni vazhduar me dashje, me dal çdo prime. Selini është rrugë thjesht koherente që ka sqaruar ama gjithë javën ka Mateo po me 60 veta unë vetëm një mirë jam. Gjatë gjithë javës të njëjtat shkaqe vazhdonin për tu ripërfolur në prime. Po ti nëse doje që kjo gjë mos përfliteshe, maje distancën tate dhe nuk le hapësirë për keq kuptime. Kjo është pak më sigurt.